Horoskopi javor për data 12 janar deri më 18 janar 2025. Dashi. Këtë javë, energjia juaj dinamike plotësohet nga një rritje e kreativitetit fal shtrirjeve planetare mbështetëse. Ndërsa java zhvillohet, mund të gjeni frymëzim që rrjet pa mundim, veçanërisht në fushat që lidhen me projektet personale ose ndjekjet krijuese. Është një kohë e mirë për të vendosur qëllime ambicioze ndërsa kozmosi rrit motivimin tuaj. Marrëdhëniet do të përfitojnë nga komunikimi i qartë. Sigurohuni që pasioni juaj të mos i mbizotërojë aftësitë tuaja të dëgjimit. Sfidat mund të lindin rreth 15 janarit, duke kërkuar një ekuilibër midis veprimeve impulsive dhe planifikimit strategjik. Financiarisht keni kujdes nga shpenzimet spontane. Planifikimi do t'ju shërbejë mirë. Shtigjet profesionale ndriçohen më 17 janar, ku bashkëpunimi mund të çojë në përparime të papritura. Përqafoni ide të reja dhe mos u tremni të merrni rrugën më pak të udhëtuar. Shëndeti juaj do të përfitojë nga disa aktivitete në natyrë. Një shëtitje e shpejtë mund t'ju rifreskojë mendjen dhe të fuqizojë shpirtin tuaj. Besojini instinkteve tuaja këtë javë, ndërsa ato ju udhëzojnë për të përmbushur potencialin tuaj. Demi. Kjo javë sjell një ndikim qetësues në jetën tuaj, pasi energjitë e qëndrueshme ju ftojnë të reflektoni dhe të stabilizoheni. Rreth mesjavës mund të ndjeni dëshirën për të pastruar hapësirën tuaj fizike dhe mendore, duke quar në një ndjenjë shumë të nevojshme qartësie dhe fokusi. Marrëdhëniet mund të kërkojnë vëmendje, duke inkurajuar diskutime me zemër të hapur për të zgjidhur çështjet e vazhdueshme. Financiarisht mund të hasni mundësi fitimprurse rreth 14 janarit, por peshoni me kujdes opsionet tuaja para se të angazhoheni. Rruga juaj profesionale shen një rritje më 16 janar, ku këmbëngulja e duruar dhe puna e palodhur më në fund mund të njihen dhe shpërblehen. Konsideroni eksplorimin e rrugëve krijuese ose hobi që ofrojnë relaksim dhe gëzim. Sa i përket shëndetit, ruajtja e ekuilibrit përmes vakteve ushqyese dhe gjumit të qëndrueshëm do të rrisë mirëqenien tuaj. Ndërsa afrohet fundjava, energjia kozmike mbështet lidhje të thella me të dashurit. Vlerësoni këto momente. Besoni natyrës suaj të qëndrueshme, duke e ditur se kjo javë çon në rritje dhe pasurim personal. Binjakët. Java e 12 janarit deri më 18 janar sjell një përzierje gjallëruese të ndërveprimeve shoqërore dhe mundësive interesante. Fillimi i javës inkurajon krijimin e rrjeteve, duke ju lejuar të shfrytëzoni lidhjet tuaja për përfitime të mundshme. Aftësitë tuaja të komunikimit janë veçanërisht të mprehta, të dobishme si për mjedisin personal ashtu edhe për atë profesional. Megjithatë, keni kujdes rreth 16 janarit, pasi nxitimi në shprehjen e mendimeve mund të çojë në keqkuptime. Kozmosi ju nxit të qëndroni të vëmendshëm ndaj detajeve financiare, pasi mund të lindin shpenzime të papritura. Përpjekjet profesionale do të lulëzojnë me ide inovative, veçanërisht nëse përqendroheni në punën në grup rreth 17 janarit. Përqafoni projekte bashkëpunuese, ku kontributi juaj mund të frymëzojë të tjerët. Nga ana shëndetësore, ekuilibri është thelbësor. Merrni në konsiderat përfshirjen e praktikave të vetëdijes për të ruajtur qartësinë mendore. Fundjava është perfekte për vetanalizë, duke ofruar një pasqyrë të asaj që ju bën vërtet të lumtur. Përqafoni mundësinë për të rimbushur shpirtin tuaj duke bërë aktivitete që sjellin gëzim dhe relaksim. Besoni në rrjedhën e energjive kozmike që ju udhëheqin. Gaforria. Java që vjen ofron një përzierje harmonike të energjive introspektive dhe të jashtme, duke ju ftuar të balanconi botën tuaj të brendshme me detyrimet e jashtme. Ndërsa fillon java, marrëdhëniet personale marrin vendin qendror, me lidhje të ngushta që përfitojnë nga komunikimi dhe angazhimi i sinqert. Rreth 14 janarit, një val intuite ju udhëzon në marrjen e vendimeve të thella në lidhje me karrierën dhe projektet personale. Jini të hapur ndaj mentorimit ose bashkëpunimit në punë. Partneritetet mund të çojnë në sukses të papritur rreth 17 janarit. Financiarisht merrni një qasje të kujdesshme, veçanërisht në lidhje me investimet e përbashkëta ose burimet e përbashkëta. Emocionet janë të forta në mesjavë. Kanalizojini këto në ndjekje krijuese ose shëruese për të ruajtur harmoninë e brendshme. Mirëqenia juaj mund të përmirësohet përmes praktikave si yoga ose meditimi që përqendrojnë emocionet tuaja. Deri në fundjavë, përqendrohuni në kujdesin për veten, duke lejuar pak vetmi për të rimbushur bateritë tuaja mendore. Vlerësoni momentet e qeta, pasi ato ofrojnë njohuri të thella dhe për të rritje, duke ju përgatitur për javën që vjen. Luani.
Fuqia juaj ujore shkëlqen shkëlqyeshëm këtë javë, duke sjellë mundësi për përparim si personal ashtu edhe profesional. Gjatë gjysmës së parë të javës mund ta gjeni veten në qendër të vëmendjes, pasi projektet bashkëpunuese kërkojnë leadershipin dhe idetë tuaja inovative. Rreth datës 15 janar, prisni disa sfida në balancimin e vetbesimit tuaj me përullësinë, veçanërisht në mjediset në grup. Perspektivat financiare duken premtuese me potencial për fitime përmes investimeve ose sipërmarrjeve krijuese. Megjithatë, qëndroni me këmbë në tokë, pasi shpenzimet e tepërta mund të ndikojnë në planet tuaja afatgjata. Sa i përket shëndetit, rritjet e energjisë inkurajojnë aktivitete aktive. Kanalizojeni këtë në rutinat e fitnessit për të përmirësuar mirëqenien tuaj fizike. Jeta juaj shoqërore është e gjallë këtë javë. Merrni pjesë në tubime që ofrojnë relaksim dhe gëzim, por keni kujdes të mos e teproni me veten. Komunikimi është qelësi, praktikoni të dëgjoni aq sa të udhëheqni. Ndërsa java përfundon, reflektoni mbi arritjet tuaja dhe vendosni qëllime për rritje të ardhshme. Jini të hapur ndaj reagimeve dhe përshtatni strategjinë tuaj, duke siguruar sukses dhe lumturi të qëndrueshme. Virgjëresha. Kjo javë ka të bëjë tërësisht me rafinimin e qëllimeve tuaja dhe përqafimin e praktikës. Fillimi i javës ofron një kohë të favorshme për të organizuar dhe përcaktuar përparësitë e planeve tuaja, duke u siguruar që jeni në rrugën e duhur si për arritjet afatshkurtra ashtu edhe për aspiratat afatgjata. Rreth 13 janarit, puna e detajuar do të shkëlqejë, duke ju lejuar të shkëlqeni në detyrat profesionale. Kushtojini vëmendje saktësisë. Kjo do t'ju sjellë shumë dobi në rezultatet tuaja. Financiarisht, ekziston nevoja për të vlerësuar zakonet e shpenzimeve dhe për të bërë rregullimet e nevojshme për të përputhur me buxhetin tuaj. Shëndeti është një pikë qendrore në mesjavë, ku një dietë e ekuilibruar dhe ushtrimet e rregullta mund të rrisin vitalitetin tuaj. Marrëdhëniet bëhen më të forta përmes komunikimit të menduar mirë dhe akteve të mirësisë. Sigurohuni që të praktikoni durimin dhe empatinë. Deri më 15 janar, lindi mundësi për të mësuar ose për të zhvilluar aftësi. Prandaj shfrytëzojini ato për të përmirësuar më tej rrugën tuaj të karrierës. Fundjava sjell një kujtesë për të çlodhur dhe për të rimbushur. Kënaquni me hobi që ju sjellin gëzim dhe nxisin qartësi mendore. Përqafoni dhuratat analitike të kësaj jave për të siguruar përparime si personale ashtu edhe profesionale. Peshorja. Java që vjen sjell ekuilibër dhe harmoni ndërsa përballeni me angazhime të ndryshme në jetën tuaj. Ndikimet qiellore inkurajojnë bashkëpunimin, me punën në grup që bëhet pika kulmore e peizazhit tuaj profesional. Në fillim të javës, rreth 13 janarit, do të zbuloni se bashkëpunimi jep rezultate të frytshme. Mos harroni të mbani kanalet e komunikimit të hapura dhe të qarta. Kreativiteti rritet duke ju ftuar të ndërmerrni sipërmarrje ose hobi të reja që frymëzojnë. Marrëdhëniet janë në fokus dhe është një kohë e përshtatshme për të zgjidhur keqkuptimet me të dashurit duke nxitur dialogje të hapura. Financiarisht, merrni në konsiderat investimet ose planet e kursimit të mundshme, por sigurohuni që ato të jenë të hulumtuara mirë para se të hidheni në to. Nga ana shëndetësore, ekuilibri është qelësi. Përpiquni për ekuilibër midis aktivitetit dhe pushimit. Më 15 janar, mund të ndiheni të detyruar të adresoni çështjet e mbetura në jetën tuaj personale, duke ofruar një shans për shërim dhe rritje. Gjatë fundjavës, kënaquni me kujdesin për veten dhe aktivitete që rivendosin paqen tuaj të brendshme. Këtë javë, synoni ekuilibrin dhe shijoni ndjenjën e arritjes që sjell. Akrepi. Kjo javë fton për vetanalizë të thellë dhe transformim të fuqishëm, duke ju udhëhequr të zhyteni në sipërfaqen e çështjeve të rëndësishme. Në fillim të javës, fokusi juaj në rritjen personale mund të çojë në ndryshime të rëndësishme të brendshme, ndërsa adresoni situatat e së kaluarës për të hapur një rrugë të re përpara. Rreth 14 janarit, intuita juaj arrin kulmin. Besoni ndjenjave tuaja të brendshme, veçanërisht në situata komplekse ose procese vendimarrjeje. Profesionalisht, vëmendja bie mbi planifikimin strategjik dhe inovacionin. Financiarisht, vlerësoni me kujdes burimet tuaja për të parandaluar ndryshimet e menjëhershme që ndikojnë në stabilitetin tuaj. Emocionalisht, kjo është një kohë për të ushqyer lidhje të thella dhe për të kuptuar dinamikën themelore të marrëdhënieve tuaja. Sa i përket shëndetit, kozmosi ju inkurajon të miratoni një regjim që mbështet qartësinë mendore dhe qëndrueshmërinë fizike, ndoshta duke eksploruar aktivitete të reja fitnesi ose përmirësime dietike. Ndërsa afrohet fundjava, angazhohuni në aktivitete që ofrojnë vetanalizë dhe shprehje krijuese.
Përqafojini këto energji transformuese, duke hapur rrugën për zhvillim dhe ripërtëritje të thellë personale gjatë kësaj jave. Shigjetari. Eksplorimi dhe zbulimi e përcaktojnë javën tuaj ndërsa forcat qiellore ju nxisin drejt horizonteve të reja. Fillimi i javës është ideal për të ndjekur mundësi arsimore dhe udhëtimi që zgjerojnë perspektivën tuaj dhe ndezin pasionin tuaj për dije. Rreth datës 13 janar, diskutimet ose seminare tërheqëse mund të ofrojnë njohuri dhe lidhje të dobishme. Profesionalisht, inovacioni dhe kreativiteti janë aleatët tuaj, duke quar potencialisht në ide ose projekte inovative që nxisin ambicjet tuaja. Marrëdhëniet financiare mund të shohin lëvizje pozitive, por keni kujdes për të shmangur vendimet impulsive. Marrëdhëniet pasurohen nga përvojat e përbashkëta dhe komunikimi i hapur, duke forcuar lidhjet me të dashurit. Sa i përket shëndetit, balanconi aktiviteti me relaksimin për të ruajtur vitalitetin, me theks në aventurat në natyrë që ushqejnë shpirtin tuaj aventuresk. Ndërsa fundjava afrohet, reflektoni mbi arritjet tuaja dhe merrni në konsiderat vendosjen e qëllimeve të reja për të frymëzuar rritje të vazhdueshme. Përqafojeni ndryshimin, duke lejuar që kurioziteti dhe optimizmi juaj t'ju çojnë në shtigje emocionuese dhe përmbushëse ndërsa kjo javë transformuese shpaloset. Britsjapi. Java që vjen thekson strukturën dhe planifikimin strategjik, ndërsa ndikimet kozmike rreshtohen për të rritur ambicien dhe etikën tuaj të punës. Fillimi i javës është perfekt për të vendosur objektiva të qarta dhe për të përshkruar hapat për të arritur qëllimet afatgjata, duke rritur produktivitetin tuaj. Rreth datës 14 janar, shfaqen mundësi për avancim në karrierë ose zhvillim aftësish, duke ju nxitur të kapni momenti me besim. Financiarisht, kjo është një kohë për të përqendruar në ndërtimin e sigurisë përmes investimeve të qëndrueshme dhe planifikimit të kujdesshëm. Marrëdhëniet kërkojnë vëmendje ndaj detajeve dhe komunikim praktik, duke rritur mirëkuptimin midis jush dhe të dashurve. Nga ana shëndetësore, theksohet rëndësia e një rutine të qëndrueshme, duke theksuar përfitimet e ushtrimeve të rregullta dhe një diete të ekuilibruar. Deri më 16 janar, mund të përballeni me sfida që testojnë qëndrueshmërinë dhe vendosmërinë tuaj, por kapërcimi i këtyre mund të çojë në rritje dhe sukses personal. Ndërsa afrohet fundjava, gjeni kohë për të rimbushur dhe për të çlodhur, duke lejuar hapësirë për reflektim personal dhe relaksim. Këtë javë përqafoni zellin dhe vendosmërinë, duke ju udhëhequr drejt suksesit të qëndrueshëm. Ujori. Kjo javë ofron një përzierje frymëzimi krijues dhe ndërveprimi shoqëror, ndërsa ju qëndroni në qendër të zhvillimeve emocionuese. Në fillim të javës, inovacioni është aleati juaj, ndërsa eksploroni ide të reja dhe qasje të reja si në kufit personale ashtu edhe në ata profesional. Rreth 13 janarit, krijimi i rrjeteve dhe bashkëpunimi bëhen thelbësore, duke hapur dyert për aleanca dhe miqësi të reja potenciale. Përqafojini këto lidhje, por sigurohuni që të shkëmbeni autentik, duke hapur rrugën për një rritje kuptimplote. Financiarisht, keni kujdes që të balanconi shpenzimet kundrejt të ardhurave, me potencialin përfitime përmes sipërmarrjeve strategjike. Sa i përket shëndetit, është thelbësore të ruani ekuilibrin, duke përfshirë ushtrimet dhe praktikat e vetëdijes për të rritur mirëqenien. Marrëdhëniet mund të përjetojnë një periudhë transformuese, të shënuar nga rritja e mirëkuptimit dhe qëllimet e përbashkëta. Ndërsa fundjava zhvillohet, angazhohuni në aktivitete që stimulojnë mendjen dhe shpirtin tuaj, duke nxitur rigjallërimin dhe gëzimin. Besojini intuitës dhe kreativitetit tuaj, ujori, duke i lejuar këto energji t'ju udhëheqin drejt fillimeve të reja dhe perspektivave të freskëta këtë javë. Peshqit. Këtë javë, kozmosi inkurajon kultivimin e botës suaj të brendshme duke balancuar kërkesat e jashtme. Në fillim të javës, zhytuni në ambicjet personale, duke përgatitur terrenin për vetëpërmirësim dhe përmbushje të qëllimeve. Rreth 14 janarit, natyra juaj intuitive është në rritje, duke ndihmuar në deshifrimin e dinamikave komplekse emocionale dhe duke përmirësuar aftësitë tuaja për zgjidhjen e problemeve. Profesionalisht, kreativiteti mund të çojë në zgjidhje dhe përparime inovative. Mos hezitoni të shprehni idetë tuaja. Financiarisht, vlerësoni investimet dhe zakonet tuaja të shpenzimeve, duke siguruar përputhje me qëllimet tuaja financiare. Marrëdhëniet fitojnë thellësi me biseda me zemër të hapur, duke nxitur lidhje më të forta dhe mirëkuptim të ndërsjellë. Sa i përket shëndetit, prioritizoni aktivitete që ushqejnë mirëqenien tuaj emocionale dhe fizike, siç është meditimi ose ushtrimet e lehta. Ndërsa afrohet fundjava, kënaquni me vetmin ose ndjekjet artistike që ju furnizojnë me energji shpirtin dhe frymëzojnë perspektiva të reja.
Përqafoni energjitë e dhëmshura që ju rrethojnë, duke i lejuar ata të udhëheqin veprimet dhe mirëkuptimin tuaj, duke çuar në fund të fundit në pasurim dhe harmoni personale këtë javë. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë, për ne është një ndihmë e madhe.